Prandaj kam, duke qenë se jam marrë këto ditë në mënyrë shumë me kohë të plot, domethënë lidhur me këtë temë. Ende nuk e kuptoj pse dy gjëra kanë dëshirë shqiptarët. Glorifikimin e të fortëve dhe të shohin nudizëm në ekran, çuditërisht, ndërkohë që mund ta shohin në çdo lloj pike tjetër, por vdesin për femra, për gra të cilat shajnë me fjalë të rënda në rrjete sociale. Në ana tjetër, degradimi i shoqërisë po vjen dal nga dal dhe po kemi të bëjmë një shoqëri e cila po shkatrohet në pikat e saj dhe mund të jetë në pikën e saj më të ulët që mund të ketë qenë ndonjëherë shoqëria shqiptare. Pra çfarë ndodh? Ai promovon lakurisi, promovon drog, promovon dhunë dhe bëhet milioner duke promovuar një gjë të tillë. Një profesor promovon dije, promovon shkencë, promovon që ti t'jesh një shembull për shoqërinë dhe vuan në një stres ku nuk duhet të ishte e tillë në Shqipëri.